إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين. Po ja fillojmë inshallah shpjegimin e gjuzëve të Kuranit bashkërisht me hoxhallarët e nderuar. Edhe përgjatë këtij shpjegimit të Kuranit inshallah do të përmendim disa prej dobive të shumta që i përmbajnë surat edhe kapitulat e Kuranit në përgjithësi, edhe do të përqendrohemi inshallah në ato dobi më spikante që i ka secili gjuz i Kuranit. Duke qenë që gjuzi i parë i Kuranit fillon me surën e parë të Kuranit, e cila është Al-Fatiha, e që është surja më e madhe e Kuranit, inshallah do të fillojmë me shpjegimin edhe me trajtimin e disa prej dobive që i ka kjo sure. Bashkë me mua në këtë shpjegim janë dy hoxhallar të nderuar, është Sheikh Mirsimi, Hoxha Mirsim, edhe Sheikh Blerimi, Hoxha Blerim. Inshallah pa hub ja nisim me dobit e kapitullës së parë të Kuranit, që është Al-Fatiha. Prandaj prej Hoxhës Blerim kisha dash me ditë disa prej dobive që i përmban kjo sure, që i ndërthen kjo sure, e që pak a shumë i mbërthen është bërtham e gjitha kuptimeve të Kuranit, prandaj edhe çush e dim pra prej emrave të saj është edhe Seba Methani, pra shtatë që i përsëritur. Çka kisha mujt më na thonë Hoxh për këtë sure? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah në falenderojmë, selamat dhe selavat e qofshin për me të dashin tonë, Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Surja Fatiha, surja hapse e Kuranit, është një nga suret madhështore, ndryshe quhet Seba Methani, o l-Kur'an al-Azim, 7 vargjet e përsëritura, po ashtu Kurani madhështor, libri Amz, është surja që, sikur të na pyeste dikush, kush është Zoti yt? Kishim i thonë, merre lexoje surën Fatiha dhe aty e ke prezantimin. Para sa të filloj të shpjegoj disa prej kuptimeve të kësaj sure madhështore, është e udhës ta kujtojmë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithin ku thotë që do t'i thuhet sahib al-Quran, ikra wa rattil wartaqi kama kunta turattil fi dunya, lexo, i thuhet shoqëruesit të Kuranit. Lexo dhe ngritu dhe lexo ashtu qysh ke lexuar në dunja, dhe pozita jote e fundit në xhenet do të jetë tek ajeti i fundit që lexon. Nëse e vrejmë të ky hadith madhështor, e shohim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot sahib al-Quran, shoqëruesit të Kuranit. Shoqëruesi apo shoku është ai që ju lazim ahad, do të thonë që i qëndron vazhdimisht afër dhe nuk i shkputet. Nëse e shohim, nuk po i thot i thuhet lexuesit të Kuranit. Andaj edhe Ibn Qayyim i thot për më bo shoqëruesi i Kuranit, nuk mjafton vetëm me lexu me tajvid Kuranit apo me ditë përmendsh, po duhet të dim kuptimet e Kuranit, edhe të punojmë mbas tine. Dhe kështu bëhet shoqëruesi i Kuranit. Sikurse një shok që e shoqëron në jetën e kësaj bote, vazhdimisht ti je me to. Në çdo hall, në çdo dert e thirr takohesh, ashtu është edhe Kurani. Për me marr kit epitet, me qenë shoqërues, ne duhet të dim kuptimet e Kuranit. Andaj edhe surja më madhështore, që është Allahu i lartësuar që e ka vendosur të jetë e para, i ngërthen kuptime më madhështore. Andaj edhe duhet të ndalemi që të studiojmë dhe të meditojmë, nga se jo pak e lexojmë përgjatë ditës, vetëm në farz e lexojmë 17 herë. Nëse jashtojmë sunetet, me plus me 3 rekat vitër, bëhen 33 herë. Po nëse fal 8 rekate namaz natës, domethënë 41 herë ti mbrana ditës e lexon surën Fatiha. Po pak a shumë çysh ndahet kjo surë edhe cilat janë ato kuptimet e eksakte që inshallah duhet me ditë edhe me pas parasysh secili prej nesh. Kjo sure fillon ajetet e para, domethënë nëse e shikojmë është e tëra shpresë. Do thonë ajeti i parë Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, e ka zgjedhur Allahu 2 emrat që shprehin mëshirën e tij. Dhe jo rastisht hadithi kutsi ku thotë Allahu i lartësuar, rahmeti sabaqat ghadabi. Mëshira ime ka të kalu hidhrimin tim. Do thonë së pari ka jo përparësi Allahu mëshirës para hidhrimit. Edhe shohim që ajetet e para në të cilat Allahu i lartësuar përshkruan veten e tij, e shohim që të mbush me shpresë. Edhe e shohim që besimtari në rrugtimin drejt Allahut duhet bashkojmë mes frikës dhe shpresës. Dhe qysh në ajetet e para, nëse dikush kish më na pyet, kush është Zoti yt? I thojmë merre lexoje librin. Merre lexoje librin, të cilin e ka zbritur Allahu i lartësuar. Po është një lloj prezantimi po çava po. Para mendoj kur ta merr një Kur'anin një
që ka rënë gjunahe dhe emri i parë që i vjen në sy është Ar-Rahman Ar-Rahim. Momentin e parë që e lexon që është i gjithëmshirshmi, më një herë mbushet zemra që Allahu i lartësuar ja fal gjunahet. Pastaj Allahu i lartësuar fillon Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Të gjitha lavdërimet, të gjitha falënderimet i takojnë Zotit të botëve. Edhe këtu besimtari kur e lexon Kur'anin i kupton se të gjitha begatit që i ka prej Allahut të lartësuar. Dhe Allahu është vetë i lavdëruar me lavdërimet më të përsosura. Pastaj përsëri të dy emrat e bukur të Allahut, Ar-Rahmanir-Rahim. Pastaj Malik Yawmiddin. Malik Yawmiddin ta kujton anën tjetër të adhurimit të frikës, se ti për veprimet tuaja ke marrë në llogari. Edhe ka ditë gjykimit. Edhe automatikisht ti e merr vetveten në llogaritje. Domethënë nuk mundesh me jetu kot sikur s'ke më marrë në pyetje për jetën, për pasurinë, për kohën, për cilat gjithatë që Allah i lartësuar ti ka dhënë. Pastaj më një herë ajete tjera që ka thënë Ibn Taymije, kam meditu për duan, për lutjen më të dobishme dhe kam gjetë që është në surën Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ty të adhurojmë, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Ky ajet është ai thelbi i surës Fatiha. Në këtë ajet është sheh sinqeriteti, se vetëm ty të adhurojmë, të gjitha adhurimet vetëm ty t'i kushtojmë, po ashtu është sheh bazat e vekulit. Iyyaka nasta'in, vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, vetëm te ti mbështetemi, prej teje kërkojmë ndihmë që më të adhuru. Po ashtu janë shërimi i sëmundjeve të zemrës, janë bazat e shërimit të sëmundjeve të zemrës. Iyyaka na'budu, shërimi i syfatsisë. Iyyaka nasta'in, vetë prej teje kërkojmë ndihmë, shërim i vetpëlqimit dhe i mendjematësisë. Pastaj është edhe një shërim tjetër më një herë në ajetin vijus. Ihdina siratal mustaqim, o zonë në rrugën e drejtë. E udhëzimi pa dituri është nuk ka mundësi, domethënë është shërim i ignorancës, i xehlit. Pastaj edhe këtu e vrejmë qysh Allahu i lartësuar na ka udhëzuar neve që vazhdimisht të kërkojmë udhëzimin e kujt. Më një herë ajeti thotë: Siratal ladhina an'amta alayhim. Kush janë këta? Ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Domethënë janë pejgamberët, sinqertit, të vërtetit, veprëmirë dhe dëshmorët. Kjo është shoqëria e artë. Pra kjo është ajo rruga e drejtë. Kjo është rruga e drejtë. Edhe zatën sa më shumë që je i përqendruar në rrugën e drejtë, do të jesh i përqendruar në sirat në ditën e gjykimit. Edhe më një herë në vijim e ke edhe tërheqjen e vërejtjes që mos mi pasu ata të cilët kanë marrë hidhrimin e Allahut të lartësuar. Në këtë rast janë hebrejt dhe kush ju ngjason atyre që kanë pas dituri por kanë refuzuar punën me to. Dhe po ashtu të krishterët të cilët e kanë adhuruar Allahun pa dije. Pastaj besimtari domethënë sillet mes këtyre ajeteve përgjatë tërë ditës së tij në adhurim kryes namaz. Po. Kësaj është në madhështinë hadithi kutsi ku thot Allahu i lartësuar: qasamtu salati baini wa baina abdi qismain. E kam dhënë namazin tim mes meje dhe mes robit tim në dy pjesë. Dhe aty është që besimtari duhet ta përjetojë këtë dialog me Allahun e lartësuar në namazin e tij. Pra paka shumë pjesa e parë është ajo që është për Allahun, pastaj pjesa e dytë është ajo që është për robin, meqense ka edhe lutjet apo duat. Sheh Mirësim, kjo pjesa e dytë e shohim që iyyaka na'budu, pra është në shumës. Nasta'in, pra është në shumë. Ihdina siratal mustaqim, pra është në shumës. Edhe pse na zakonisht e lexojmë El-Fatihan vetëm duke qenë namazet, duke kryer sunetet, a thuvall ku qëndron se ka ursi, domethënë e dim që në Kur'an gjithçka është për një arsye të caktuar. Në bukur. Saktësisht komunikimi mes dy palëve. Zakonisht kur ka afërsi është ndënjes. Domethënë unë me ty kur flas, nëse i përdorim numrin veta të shumës, realisht e krijon një lloj distance. Po në këtë rast, këtu nuk kemi distancë mes robit të Allahut subhanahu wa taala, po është një domethënie tjetër. Sikur Allah subhanahu wa taala do nëpërmjet përsëritjes që e përmendën Xhebril të surja përsëritet në vazhdimsi, do më mbjell një domethënie e cila është themelore te feja e Allahut, domethënia e bashkësisë. Pse domethënia e bashkësisë? Në kuptimin që kjo fe me dispozitat e saj, me rregullat e saj, me synimet e saj, nuk është fe që ty të izolon, po ty të inkuadron në një bashkësi të vlerave. Edhe pastaj ti ke më qenë këmbgulës për me krijuar komunitetin e vlerave tua. Dhe këtu është shumë interesant. E para ka të bëj vetëm ty të adhurojmë. Kjo është vlera përcaktuese e parë. E dyta e kërkojmë udhëzimin, është vlera përcaktuese e dytë. Edhe pastaj është friga për mos me deviju, që edhe në frigin atë njëjtë. Kuptimin që nëse na i na bë bashk
tek vlera e adhurimit Allahut, i bie që edhe synimin e shkallëve kena të përbashkët, e nëse këtu janë të njëjtë edhe frikën kena me pas të njëjtë. Ndaj njerëzit përcaktohen në grupimet e tyre imanore ose të tjera, jo vetëm bazë synimeve, por bazë edhe të frikave. Ndaj prej domethënieve më themelore të fesë Allahu subhanahu wa taala që ka ardhur për me ndriçuar njerëzimin. Edhe nuk mundesh ti me pretendu njerëzimin, a nuk e ke ndrejt xhamatin tan. Domethënë ti të ndresh shoqërinë tonë e synon pastaj njerëzimin. Ku thomi për shembull, sikur që është në Kur'an, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, apo ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ju jeni ummeti që keni dalë më i mirë për njerëzimin, udhëzoni të mirë ndalen nga keqja. Çish mundesh me dalë më i mirë për njerëzimin, aty nuk e ke kriju bashkësinë tonë. Kështu që ti për me e kriju bashkësinë tonë ekziston, nëse kishme pas drejt me çujt, një presion i përditshëm që ti mos me tik ideja e xhamatit. Me një farë mesazhi kështu për mbledhës. Domethënë, nëse je vet, dush mu bë xhamat. Po nëse je xhamat, dush me rujt. Dhe fati haja në stop në përsërit këtë. Në përsërit këtë, prandaj është edhe ka këtë vlerë kaq të madhe. Po mas kësaj, pastaj ja nisi me kapitullin më të madh të Kuranit, surën më të madhe të Kuranit, që është surja Bekare. Është edhe më e gjatë, edhe ngërthen më shumë, për këtë arsye duhet më ndohet në dy pjesë, meqense një pjesë e saj është në gjuzën e parë, pjesa tjetër në gjuzën e dytë, pastaj madje edhe është një pjesë tjetër në gjuzën e tretë. Ajo që kisha dashur me fillu është prej fillimit të kësaj sure. Pra Allahu i Madhum Kurani ja nis me Alif Lam Mim. Edhe këtë shkronjat e para kur i ka përmend pra Allahu në Kur'an, i ka përmend disa sure. Nuk ka ndonjë kuptim të veçantë nëse e kçyrim. Çka është Alif Lam Mim? Pra pak a shumë edhe i ka hallakat edhe arabt në atë kohë që tin kon shumë zot me poezi me kështu, i ka hallakat me ta me kuptimin që i ka sjell. E nëse i kçyrim pra pasaj shpjegimit të dietarëve, shohim që janë 28 shkronja, pra e dim që gjuha arabe ka 28 shkronja, mirë po këto shkronjat huruf al-muqatta'a që i thojnë, pra që janë shkronjat e ndara, pa që nuk e shprehin një fjalë caktuar, edhe pse ka pasaj mendime të dietarë për interpretimin e tyre, shohim që 14 prej këtyre 28 janë përmend edhe në sure tjera. Pra nuk janë rastësishme. Ka sistem, pra Kurani pra ka sistem. Për këtë arsye edhe në ajeti i dytë, domethënë Allahu i Madhëm Alif Lam Mim dhalika al-kitabu la rayba fihi hudal lil-muttaqin. Janis pra me tregu edhe me çfarë tha edhe Hoxha Blerim pra në fillim të Fatihas, Allahu njoftohet e tregon, domethënë prezantohet para robëve të tij, se Zoti i mëshirshëm, këtë rast e prezanton librin e tij. Thot dhalika al-kitab, pra thot dhalike, na e dim pra kush kena marrë me mësu pra në gjuhë arabe, e dim që hadha është kur i ke ofër, dhake pak më larg, e dhalike diçka shumë larg. Që është me domethënjet e tij të thellë që ato kuptimet e mëdha që i ngërthen Kurani madhështor. Pra sa e çon libër. Pra nuk është diçka e pakapshme për njerëzit. Nuk është diçka që nuk është e kuptueshme. Tash pra me zhvillimin e teknologjisë na nim shumë terme të ndryshme, ja blockchain, ja kjo që a dini janë pak të vështira ndoshta edhe me kuptu. Po këtu thot kitab, libër është. Pra pak a shumë mesazh që kape, lexohet dhe merr mësimet me to. E çfarë është cilësia e këtij libri është s'ka dyshim to, la raib. Fihi hudal lil-muttaqin. Pra që kjo varësisht kur nalesh la raib fihi, nuk ka dyshim to, ose fihi hudal lil-muttaqin, aty ka udhëzim për të devotshmit. Pra vjen më një herë kjo kategoria e parë dhe e njerëzve më të mirë që ata janë të devotshmit që i kanë frikën e Allahut. Pra shikmirësim mas këtij prezantimi të librit ku Allahu pra përmend fjalën el-muttaqin, janë nisë dhe i numëron disa prej cilësive të këtyre muttaqinëve. Pak a shumë çysh më me kuptu në frymën e kësaj sure. Pra meqense pasaj dim ajete tjera, fillojnë të flasim për disa kategori tjera të njerëzve. Çka kisha mujt me na ofru prej këtyre kuptimeve që i ngërthen. Po kështu nëse harrojmë kuptimësinë, domethënë rrjedhën e kuptimësisë, nuk po themi rrjedhën e logjikës, për arsye se është shpallje. Nëse harrojmë edhe kemi konsiderat rrjedhën e kuptimësisë, fillimi është prezantimi i Allahut. Së dyti është prezantimi i librit. Tash së treti prezantimi i njerëzve në raport me Allahun edhe me librin. Është e qartë? Domethënë pjesa e parë ose pasazhi i parë ajete fol për besimtarët, pastaj fol për pabesimtarët, pastaj fol për hipokritët. Ose me një farë forme tregon që në raport me Allahun edhe në raport me Kur'anin njerëzit kanë 3 vetë përcaktime. Mohimin, saktësisht besimin, mohimin edhe lëkundjen. Edhe është shumë interesant këtu kisha pasur dëshirë më unal te kjo pjesë e besimtarëve, për arsye se besoj që shpesh na ik që kjo domethënie. Edhe kisha pasur dëshirë ndoshta më qenë
pjesa shumë përcaktuese e qasjes son në raport me çka gjos. Do thonë jo rastisht Allahu te baraka ve taala kur i përshkruan besimtarët në fillim surës Al-Baqara dhe rrjedhimisht i bie çoti i përshkruajnë në fillim të Kuranit, e nis me karakteristikën e tyre që ata besojnë në gajb. Është qartë? Do thonë alladhina yu'minuna bil ghaib. Pastaj e fajnë namazin, e japin zakatin, për asaj që na i kanë dhënë. Pastaj e përmend që besojnë librat e shenjtë edhe besojnë ahiretin. Nëse e kena konsiderat çka pjesë. Domethënë, përmendet besimin në gajb edhe përfundohet besimi në ahiret. Sikur i ka qitë Allahu te baraka taala dy sfidat më të mëdha për më kon ti i fortë edhe i përkushtuar te farzat. Domethënë ai i cili beson në gajb edhe ka të fortë besimin në gajb, domethënë në botën e fsheht, rrjedhimisht namazin, zakatin e ka ibadet fuqishëm. Po pastaj për me kompletu këtë përpjekje ti prapë ja kthen mohabetin te ahireti. Sepse përmbyllet si karakteristikë. Çka mund të më kon kjo? Për mani shembull. Shembull një pjesë madje edhe fetarëve kanë krizë me namazin e sabat, fatkeqësisht. Edhe tash shpesh na shkojmë djathtë majt, jo dinamika e jetës, jo ngarkesat, jo keq menaxhimi i kohës, këtë rregull apo? Hajde, i zonë që ka këtu një hisë të së vërtetës. Pse për shembull nuk e lidh me mohabetin që besimi në gajb është i dobët. Për shembull gajb është xhehenemi. Apo? Gajb në alose kena po xhehenemin, mirë po kur merr mi lezuti për shkrimet kuranore për xhehenemin, domethënë të livri truni. Apo? Edhe tash ti kandidat potencial je me ti, mos me fal namazin e sabat, mu bë banori çati veni. Tash kur të forcohet bindja në gajbin që ka xhehenem, atë del gjumi për sava. Në rregull, kur ta besosh ahiretin, ahireti këtu si koncept më i gjon, llogaria, ringjallja e kështu me radhë. A lek a bot relative pastaj namazit sabat? Ndaj Allah te baraka taala këtu thot o yuqimuna as-sala. Edhe bojnë iqame namazin. Nuk ka thonë e kryn, nuk ka thonë e falin, po e bojnë iqame që i bie domthonë e bojnë me përkryrje. Kush e përkryn domthonë namazin, e përkryn që kjo piknisja me besim gajb, edhe kush e përsos komplet ngjarjen, pastaj është sërish domthonë ri përcaktimi i yt në bazë të ahiretit. Ndaj është shumë e rëndësishme me potencu që prej objektivave të surës Al-Baqara është për me thirr individin për më ripërcaktuar në bazë të dogmës. Ndaj domthonë këto tri përcaktimet, apo besimi, mohimi dhe lëkundja, këto janë përcaktime në bazë të dogmës. Krejt përcaktimet e tjera janë relative, kohore, gjeografike, nacionale, kështu me radhë, domethënë lëvizin ato. Domethënë ka ekzistuar një kom para 2000 vjet dhe sot nuk ekziston. Apo thjesht e ka hongër koha ose u shkrinë në kombe të tjera kështu me radhë. Ndërkaq përcaktimi mbi tema të mëdha e bën atë përcaktimin definitiv. E fatkeqësia këtu qëndron te muslimanët që kur folet për fejen, kur folet për fetarien, kur folet për kushtimin e Allahut, lypin kushtimisht thon, po është një thojza disa koncepte të thella, ama thellësia që to është gajb, farze, akide. Domthonë këto tri janë drejtën që kjo fetaria e vërtetë. Edhe pastaj vjen ai puna e shpëtimit. Puna e shpëtimit, pastaj Allahu domethënë pasi për shumë këto cilësi, pra që tepër të rëndësishme i motivon me shpërblime, në anën tjetër dhe i kërcënon me ndëshkime ata, thot humul muflihun. Pra ata të shpëtuam. Është i vlerësim. Çka është shpëtimi tash? Ç'është më kuptu? Nëse shohim Allahu i lartësuar këto 5 ajetet e parë të surës Bakara, i përmbyll wa ulaika humul muflihun. Mu ata janë të shpëtuar. Do thonë s'ka tjerë. Do po përmbyllet një rezultat i asaj që ka paraprit domethënë prej cilësive. Nëse e shohim domethënë surën Fatiha, që është e përmendur edhe Hoxha Mirsim, është një ndërlidhje se zbërthimi i surës Fatiha zbërthehet në pjesën tjetër të Kuranit. Domethënë ai udhëzimi në rrugën e drejtë, më njëherë fillon prezantimi kush janë ata në rrugën e drejtë. Edhe më njëherë në ajetet e parë të surës Bakara shfaqet kush janë në rrugën e drejtë. Edhe kjo pjesa yu'minuna bil ghaib, besojnë në pjesën e ghaibit, në botën e fshehtë. Zakonisht na si ta mendojmë pjesën e botës së fshehtë, ghaibin, e mendojmë pjesën e barzahut, më njëherë ringjalljes dhe një llogarisë xheneti xhehenami. Po ashtu një ghaib tjetër të cilën na rrethon, ndoshta pak e përjetojmë. Është ajo pjesa e ghaibit që Allah i lartësuar ka caktuar detyra për krijesat e tij, edhe pse ne nuk i shohim, mirë po ata janë prezent. Këtë rast për shembull pjesa me lajkeve. Me lajket të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thotë që nuk ndodh më mbledh një grup i besimtarëve në një prej shtëpive të Allahut apo të bimeve ku përmendet Allahu, përveç se i rrethojnë me krahët e tyre. Me lajk i zbret mëshira e Allahut, zbret prehja dhe Allahu i përmend në shoqërinë e lartë. A e përjetojmë në këto si duhet apo veç e kalojmë kalimthi? Ose pjesa tjetër e hadithit kur thot Allahu i lartësuar në hadithin kutsi që Allahu ka me lajke, tawafin që shëtiten
dhe i kërkojnë mezhliset e dhikrit, kur i gjojnë mezhliset e dhikrit, e thirrin njëri tjetrin. Eja se i gjetëm. Pastaj vazhdon hadithi dhe biseda mes melajkeve dhe Allahut të lartësuar, si i gjetë, çfarë po kërkojnë, nga çka po lypin dhe Paka shumë për hoq, apo janë këta janë ata që janë muflihun, pra këta janë ata që janë të shpëtuar, çeta që i rrethojnë me lojke. Saksisht, sakt edhe pash këta janë që e përjetojnë, domethënë momentin nuk kemi mundësinë të arrit shpëtimin e vërtet, përveç se nëse ti e përjetojnë edhe pjesën e ghaibit edhe jeton me ta. Për shembull, e përmendi Hoxha namazin e sabahit. Wal Qur'an al-fajri, inal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Nëse ti e merr me mend rrugës duke shkuar për namaz të sabahit, që leximi i Kuranit në namaz të sabahit do të marrin pjesë edhe me lajket, do të jenë prezent. Edhe këta me lajke kanë me të lajmëruar te Allahu i lartësuar, e kon aty apo jo. Si në farë forme ti fillon domethënë me përjetuar ndryshe imanin. Tash ti përjetim ndryshe, arrin atë gradën e ihsanit si me adhuru Allahun sikur se më kon duke e pa. Pastaj këto cilësi tjera të cilat Allahu i lartësuar i përshkruan, e falin namazin, japin nga asaj çfarë Allahu ju ka dhënë dhe janë të bindur, dhe përmbyllja humul muflihun, këtu e shohim që shpëtimi i vërtet është ai që hyn në xhenet, dhe shpëton nga zjarri i xhenemit. Dhe këtu përmbyllet ajeti kur thotë faman zuhziha anin nari wa dukhila al-jannata faqad faz. Ai që shpëton nga zjarri i xhenemit dhe hyn në xhenet, ky ka fituar. Ky është fitimtari. Ky është ai i shpëtuari. Edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Pastaj është vazhdimi i kësaj sure, pra nuk është i këndshëm në kuptimin e kategorisë që përmendet. Pra kategoria tjetër, pra them që janë ato kategorizime kryesore të njerëzve që bën këtë sure, edhe që i përmendi pak a shumë edhe Sheikh Mirsimi. Pra Allah vazhdon me dy ajete, edhe përthekon pak a shumë kategorinë e dytë, që janë ata që s'dojnë me besu. Thot innal ladhina kafaru, ata që e kanë mbulu të vërtetë. Na e themi mos besim ose jo besime, jo besimtare kështu, por nëse i kthemi në esencë, pra gjuhësore, me bë kufër, pra kafara, është me mbulu diçka, me mbulu të vërtetën. Në këtë rast, domethënë, subhanallahu, thotë kështu ti drejtohet, jo vetëm këtë rast, po përgjithësinë Kur'an. Pastaj thotë që pa marr parasysh, i këshillove këta, nuk i këshillove këta. E i thirrë këta, nuk i thirrë këta. Këta e kanë vendosur që nuk dënë me besu. Edhe arsyen e tregon. Pra, meqense këta nuk dojnë me u lodh për besimin e Allahut, nuk dojnë me njoftë Allahun, nuk dojnë me besu në librin e Allahut, Allahu thotë që zemrat e këtyre janë të volosne. Kur është këshurin pra në komentimet e dietarëve edhe selefëve të parë, pra si Qatada, Allahu mëshiroftë dhe të tjerë, thonë që ky khatem ala kulubihim, pra që ky vulosje e zemrave nuk kupton që ata s'po don spionin, s'po don me kuptu. Edhe nëse e shohin të vërtetën, nuk e marrin për të vërtetë. Edhe nëse e dëgjojnë të vërtetën, nuk e dëgjojnë si të vërtetë, po e dëgjojnë si një fjalë të kotë, në diçka e të kotë. Gjithashtu as nuk doin me pa me sytë e tyre. Prandaj këta janë kundërta e të parës. Për të parë tham humul muflihun, pra ata në shpëtum, e këta thot ata i pret një dënim i madh, Allahu na rujt prej tij. Pastaj pra mas këtyne Allahu i madhëm vazhdon me kategorinë e tretë njerëzve. Kategoria e parë tham janë besimtarët, që e besojnë gajbin, e falin namazin, e japin zakatin, gjithashtu janë bindur me botën tjetër, edhe aty motivohen për shpërblimin, gjithashtu edhe frenohen, domethënë duke u friksuar prej ndëshkimit, edhe për grupin e dytë pra shumë e qartë. Ata vetë thonë na s'po besojmë, s'na intereson feja. Por është një grup i tretë, ndoshta është pak më i komplikuar. Prandaj edhe pak më gjatë Allah flet në Kur'an për ta. Kush janë këta Sheikh Mirsimi? Çka më me thon për këtë kategorinë e tretë? Po kështu kategoria e tretë është kategoria shpesht tek njerëzit, ata të lëkundshmit, që përcaktohen ndoshta tek kategoria e parë në mënyrë deklarative, po janë tek kategoria e dytë në realitet. Realisht ka shumë ajete, po ndoshta për mos me marr kohën, kisha pas dëshirë me analizu një fakt. Domethënë hipokrizia edhe dyftësia ose fetaria e rrajshme, ku shpërfaq diçka dhe fshet diçka. Në esencë, nëse analizojmë ajetet, fi qulubihim marad. Ata në zemra kanë një smundje. Domethënë, na duhet me analizue thelbin e problemit. Ku thelbi i problemit që dikush përcaktohet me dyftësi. Pse dikush për shembull një të vërtetë tondën, apo nuk do me pranua në plotësi, edhe e zgjidh një përcaktim të rrajshëm ku shpërfaqet ndryshe edhe fshet ndryshe. Zakonisht ka të bëjë me një pjesë të brendshme shpirtërorës, me një smundje. Domethënë nuk ka këtu të bëjë me debat teologjik. Se këta të parë, te kategoria e parë janë bind. Te kategoria e dytë, Allahu po tregon atë më të shpeshtën.
Këta që për inati s'dojnë me pranu dhe u kryt tema tyne. Tash, një kategoritë me të cënë është ballafaqur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është kategoria e cila kanë ardhur dhe kanë menu kushtimisht tonë me mashtru Zotin edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me shpërfaqë një lloj fetarie të rrajshme. Kto është thelbi i problemit. Po pjesa e fundit e që kisha pas dëshirë këtu ndoshta me vë atë theksin e dobisë te kategoria e tretë, është se këta zakonisht janë pretendues. Apo i thuhet aty në mos bani fesad, ata thonë jo nejna ato ndreq, nejna përmirësues. Dhe zakonisht këta të cilët nuk janë të përcaktuar sakt, këta kanë shumë llafe. Ndërkaq ata të cilët janë të përcaktuar në mënyrë të qartë dykun, në një formë e kia dhe ma lehtë komunikimin, domethënë me ta, ndaj është shumë thelbësore për me kthye temën te e para. Cila është e para? Përcaktimi i zemrës. Se këta realisht publikisht janë të përcaktuar sakt. Hipokritët kanë ardhur në xhami, janë fal. Mirë po zemrën nuk e kanë pas përcaktuar me domethënë në sakt. Kthehet ajo fi kulubi maradun, pra kanë zemrën e smut. Po Allahu më dhom që vlerimi faqen tjetër pastaj sjell disa shembuj për këtë. Çush më kuptu këtë shembull që Allahu më dhom i përmend. Realisht nëse shikojmë munafikat apo hipokritët, gjithmonë kam pas një përshtypje që dikush se si është për kufizimi për munafikët. Domethënë shfaqin imanin, ndoshta fshefin kufrin. Domethënë t'jashmën shitën si musliman, ndoshta brenda janë jo musliman. E kam pas një përshtypje që këta e zgjedhin me qenë këtë të tillë. Domethënë dikush veç o ka shitet si musliman, po në anën tjetër është jo besimtar në brendësi. Po nëse shikojmë frikën e sahabeve nga nifaki, Omerin këtë rast, e pyet i bën be, domethënë Hudhaifës, tregon am ka përmend Omeri, kush ka qenë Omeri, domethënë shoku i ngushtë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shoqëruesi mas Abu Bekrit, e pyet dhe i bën be, a jam në atë listën e që më ka përmend Allahu. Domethënë frikë reale, domethënë frikë. Nëse e shohim surën Tauba, pak më lart nëse shkojmë. Allahu i lartësuar përshkruan një gjendje të frikshme të aspekti hipokrizisë, që ka mundësi me na kërcënu edhe neve si besimtar, edhe duhet me qenë të friksuar, çush kanë qenë sahabët, nëse sahabët kanë qenë të friksuar nga nifaki, me fjalë tjera duhet jemi edhe na dhe më të friksuar. Ajetin surën Tauba, Allahu i lartësuar besimtarët pasi që i thojnë Allahut, nëse ti do të na japësh prej pasunisë, na kena më shpenzuar në rrugt të Allahut. Kur Allahu i jep, ata nuk japin dash nga ajo pasuni, si përshkruan Allah, fa aqabahum nifaqan fi qulubihim, ju ka hedh hipokrizinë në zemrat e tyre. Domethënë dikush ka mundësi mu godit nga hipokrizia edhe pa ndje fare. Domethënë goditet nga disa deg të hipokrizisë. Siç ka ardhur në përkufizimet e hipokrizisë të profetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sheh hipokrizisë është ai që kur premton nuk e marr premtimin, të tjera shenjë që i ka përmend. Domethënë aspekti i hipokrizisë besimtari vazhdimisht duhet të jetë vigjilent që të mos bën premtime ose mos të jep besatime tek Allahu i lartësuar që s'mundet me mbajt. Edhe të jetë i kujdesshëm në ato kërcënime të cilat Allahu dhe i dërguari i tij kanë përmend. Sidomos për shembull te namazi sabahit, namazi i yacisë, e pjesë të tjera. Edhe përgjithësi, pra me u kujdes për fetarinë edhe me u kujdes që mos me pas çat smundje në zemër, cilën pra edhe e përmende. Po nëse i kalojmë pak ajete të tjera, Sheh Mirsi, më shohim që Allahu i madhum pastaj sjell shembullin e krijimit të njeriu të parë, Ademit alayhis salam. Edhe aty ka disa mësime shumë të rëndësishme. Një prej tyre, pra, ndoshta kisha mujt me shtjellu pak, është natyra e njeriu edhe vetë përcaktimi i tij që më u kthy Zotit, pra për vetë përcaktimi që më të fol. E shohim që prej fillimit, pra, njeriu ka rënë gabim, edhe mundet me gabu. Edhe duhet më u kujdes çush thotë që më u largu për këtu në gabime. Po çka mund me shtu në këtë nëse kena parasysh edhe krijimin e njeriu të parë Ademin alayhis salam. Kjo historia e përshkruar në Kur'an e Ademit alayhis salam. Këtë rast Ademi përfason llojin e vet, domethënë si baba i njerëzimit. Ngjarja fillon me veçantitë që Allahu ja ka dhënë njerëzit. Edhe ekspozimin e tij përpara krijesave të tjera, saktësisht engjëjve, por me pas se sa i dalluar është, domethënë, ky njeri. Me punonën tjetër, përmendet gabimi i tij, mos i përmendet që u kanë një dallum. Sigur na jepet mesazhi që sado që përkryesh, sado që përsosësh, është natyra jote, domethënë gabimi. Kto është një mësim që kisha pas dëshirë që secili ta ndjejmë atë që përmendni Hoxha Blerem te pjesa e fillimit ligjatës, që ka shumë rëndësi me e thirr ndjenjën për me i dhënë shpirt domethënieve të cilave i beson. Allahu subhanahu wa taala mos i na tregon çoj dallum. I kanë rasti edhe engjëjt, apo? Edhe ka gabu.
Pas gabimit, thot Allahu azza wa jall, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayh. Ademit i ardhan si frymzim prej Allahut, prej Zotit vet, disa fjalë pendimi dhe Allah ja pranoi pendimin. Sikur atë shtype kjo. Ti edhe kur gabon, ç'sh mu kthy te Allahu, Allahu të kallzon. Ti edhe kur gabon, edhe do më ndreq, s'munësh me ndreq me dikë tjetër. Dush më ndreq nëpërmjet Allahu subhanahu wa taala. Domthon kjo është ajo pjesa fafirru ila Allah, ikni te Allahu. Domthon çdo ikje është domethënë anën e kundërt. Vetëm ikja është te Allah azza wa jalla. Domthon ti ik te Allah te barekuhu teala. Dhe nëse domethënë e kemi konsideruar që kjo në faqet e para të Kuranit, do mos mund të mungon kjo urtësia. Urtësia që tash u përcaktohet te besimi, u përcaktohet te farzët, e kuptove rolin tan, koncepti jot i identitetit tashmë është i qartë, tash kuptoj natyrën tonë. Natyra jote është gabimi dhe pranoje si realitet që si baba jot që u ndreq, tu kthy te Allahu, edhe ti ke mundesh tu kthy te Allahu subhanahu wa taala. O ekziston kjo mundësi gjithmonë që dyert e pendimit janë të hapura dhe njeriu si që ne gabimtare duhet me qenë i vetëdijshëm që dyert e pendimit i ka të hapura. Po Allahu i madhum mas sepse për shkak të kohës nuk mundem të ndal në secilin faqe, secilin ajet, janë disa ajete ku trajtohet një popull shumë interesant, e që janë bijtë e Izraelit. Pra për ta inshallah gjatë shtjellimit të gjuzave të tjera të Kuranit, pjesëve të tjera të Kuranit, sigurisht që s'mujmë i kalu pa fol me qenë se Allahu i madhum i ka përmend Kur'an. Po nëse këshirëm për shembull te faqja e 7, Allahu i madhum i drejtohet drejt për drejt bijve të Izraelit. Thot ju kum dhënë begati. Jeni falëndërues ndaj këtyre begative. Falni namazin, mos e përzini të kotën me të saktën, mos e vishni të kotën me të vërtetën, me petkun e të vërtetës. Ndiqeni udhëzimin, mos e shkëmbeni udhëzimin me devijim. Përgjatë sprovave strehon namaz me durim. Pra pak a shumë i Allahu i madhnum i thret këtë popull në udhëzim, e thret në drejtën. Pra edhe pse i ka dërgu vazhdimisht pejgamber, ky popull prap devijon. Menjëherë pas radhitjes tyre begative dhe porosive, na e shohim rebelimin e këtij populli. E shohim që ky popull pra nuk i qëndron besnik udhëzimeve të Allahut, prandaj dhe i shohim edhe pasojat. Ka shku qaq larg sa që Allahu i madhum i ka urdhëruar pastaj edhe për me u pendu, e që ka një ligj i veçantë për ta, çdosh me vra njëri tjetrin. Pra kaq larg ka shku ndëshkimi i tyre, çoroditja e tyre, duke ditë pra prezantimin që Allah e bën fillim për vete që është më i mëshirshëm, pa më mëshirën e plot. Pra ky Zot i njëjtë pra e ka urdhëruar këtë lloj të pastrimit mes tyre. Po shih mirësim, kur e shohim me qenë se përmendem pra shpesh bijtë e Izraelit, këta si popull pak a shumë janë e shkuara histori. Pse Allahu i madhum pra na i sjell neve në Kur'an, duke qenë Allahu i gjithdijshëm, duke ditë që ky Kur'an ka me ekzistuar sot dhe ka me ekzistuar edhe për shumë kohë. Pse pikërisht i sjell shembullin e këtij populli në Kur'an përmes këtyre ajeteve, qoftë për begatit që i përmend, qoftë për çoroditjet e tyre dhe pastaj ndëshkimin që ka pasur nga Allahu i madhum. Kjo pyetje realisht e provokon një pyetje, çysh më qas Kuranit? Se nëse i qasën njerëzit Kuranit si libër historie, kanë më interesu për popullin, jo për mesazhet. Neve nuk na intereson populli, ka më të mungon një popull tjetër. Është qartë, edhe pse realisht edhe fakti që është ky popull e ka domethënë në vetë, se janë bijtë profetëve dhe megjithatë domethënë kanë përfunduar domethënë ku kanë përfunduar. Ajo që e ka përmendur Omer radiallahu anhu ka thënë Allah nuk ka ty fol ben Israelve në kuptimin që aty në është të drejtu sa juve ju ka për qëllim, domethënë umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një prej dobive që ndoshta sidomos kush i kthehet se janë shumë faqe. Domethënë sunë Buhari ka shumë faqe për ben Israelit. Ka gjas për ursive të jetë pikërisht kjo. Fillimi i gjuzit është me vetëpërcaktimin në dogmë. Dhe shpesh ndodh njerëzit tek besimi përcaktohen sakt, po jo pastaj edhe te mendësia dhe kultura. Edhe kryesisht ajetet që flasin për ben Israelit janë kategoria e parë problemet e tyre besimore, përgënjeshtimi i profetëve, domethënë thymja beslidhjeve kështu me radhë, po një pjesë tjetër është kryesisht edhe mentalitet. Mentaliteti domethënë i hilës, mentaliteti i pyetjeve të kota, mentaliteti i korreshtjes së kotë, mentaliteti do të thotë hileqar apo dredhive kështu me radhë, ose mos ndjekjes së një vije konsensuale të drejtë, po domethënë gjithherë me hulumtu për me gjetë një dalje anësore të rrajshme për me ikë dispozita, me ikë rregulla, sikur Allahu subhanahu wa taala, domethënë na begaton fillim me udhëzimin edhe edukimin, çu i bëm me besu, e tash çu i bëm u formu, çu i bëm me pas karakterin, me pas mendësinë,
që mos me prish ndërtimin e parë besimor nëpërmjet përcaktimit të mendësisë së kohët. Mes këtyre ajeteve na shohim që Allahu i Madhëruar pra sjell edhe një shembull tepër konkret, dhe që fatkeqësisht ndonjëherë bin edhe shumë prej besimtarëve të kohës tonë, pra edhe përgjatë historisë, pra të umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku për shkak të një të mire ose për shkak të një interesi, atë udhëzimin e tyre e këmbejnë me devijim. Pra, ajo është në rrugën e drejtë, është mirë, është mustaqim, pra në rregull është krejt, po i vjen një rast i mirë për dynja ose për gjëra tjera, edhe është në gjendje me një herë që atë udhëzimin e tij si valutë me dhon e me marr një tjetër. Çka muj me thonë në këtë pikë që ndërim. Edhe kjo pjesë lidhet me pjesën e fillimit të surës Bekara. Sikur Allah i lartësuar në fillim të ajeteve, kur e përmend bindjen në ahiret dhe pjesën e ghaibit, do të më na tregu që mos e shkembeni, madje folja e përdorur është ishtero sikur mi shit shumë lirë, mi jap falas pjesën më të vlefshme kundër asaj që është e përkohshme e pavlefshme. Allah i lartësuar këtë pjesën e këmbimit të udhëzimit me dalalet, e shohim që njerëzit në përgjithësi japin përparësi kënaqësisë së përkohshme dhe të shpejtë, dhe nuk bojnë sabër ato premtimeve që ju kanë premtu, mirë por nuk i marrin më njëherë rezultatet. Kanë mi korr ma vonë. Edhe kjo mungesa e sabrit i bën që ata mi jap përparësi kënaqësive të përkohshme të jetës së kësaj bote. Allah i lartësuar, për mos më na lën neve mu fundos në këto tregti humse, falimentuese, ne i ka përmendur në Kur'an në vende të tjera dëshirat e banorëve të zjarrit të xhenemit, që mos jemi prej tyre edhe mos t'i lypim ato kërkesat. Dhe Allah i lartësuar vazhdimisht kur e përmend pjesën e xhenemit, do na tregon neve që ruhi mos bëj sikur ata. Njëra prej kërkesave të tyre është Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Nxerna prej zjarrit të xhenemit. Nëse kena më kthy, atëherë jemi prej zullumçarëve. Mirë po, përgjigjja prej tyre Allah i lartësuar i thotë qala khsa'uha fiha wa la tukallimun. Hashni. Përgjigja mos hapni gojën. Pasi kjo njëra kërkesë. Dëshira tjetër tyre është mos i që humbin shpresën që me dal prej tyre. Është shumë e dhimbshme, subhanallahu. Allah i drejtohen njërit prej melekëve, rritarit të xhenemit. Wa nada ya maliku liyaqdi aleyna rabbuk. Le të na marr shpirtin tash, le të na mytin, le të na zhduk, mos na lën. Po, kërkojnë vdekjen. Një herë kërkuan me dal. S'ka gjas. Bilet përfundojmë tash për gjithmonë. Edhe këtu është përgjigje. Qala innakum makithun. Keni më qëndru për gjithmonë. Pastaj kur besimtari vazhdimisht i përjeton këtu, edhe kur joshet nga kënaqësitë e përkohshme të jetës së kësaj bote, atëherë sprapset se kërkojnë dëshirat. Po atë pjesa tjetër e lypin nëse s'ka mundësi me vdek aty ose me dal, spaku ju khaffif alejna. Vetëm pak çastet na paksohet dënimi. Do të thonë kjo tregon kulmin e dëshrimit të tyre. Edhe e katërta, e fidu alejna min al-ma. Jepna pak nga uji, ja u lypin banorëve të xhenetit ose asaj për shkak ju ka jap Allahu. Mirë po, nuk e ka respektu ndalesat në të cilat janë sprovu edhe Banu Israilit, edhe sprovuan edhe muslimanët në jetën e kësaj bote. Allah i lartësuar i thotë, nuk e keni respektu ndalesat që ju kanë bërë në jetën e kësaj bote, tash uji në xhenem është haram për juve. Po, pak a shumë për këta e kanë zgjedhë vetë. Veçanti nëse flasim për kategorinë e njerëzve që e kanë shiju udhëzimin. Pra e kanë po ambëlsinë e udhëzimit, e kanë po sa i vlefshëm është, sa i mirë është, sa i rehatshëm është udhëzimi. Po ose janë kënd të luhatshëm, pra nuk e kanë pas bashkëpunime, sepse me pakon grupit të parë, Allahu i Madhëruar tha, humul muflihun, pra janë të shpëtuar. Ose janë kënd prej atyre të cilat pra nuk kanë dashme me pasu një mirësi të Allahut me falënderim. Pra fakti që Allahu ta ka dhënë atë vetdijen që ekziston e që duhet me u folë, që është xheneti, që është xhenemi, pra pastaj ti e anashkalon këto kuptime për ndonjë të mirë të përkohshme, pra Allahu na ruaj është ky përfundim. Pra nëse e marrim për mi kalu pak a shumë edhe me përmbyll mos me zgjat shumë Sheh Mersin këtë shpjegimin e këtij xhuzi, e pastaj inshallah në takime tjera vazhdojmë me xhuze tjera. Nëse marrim popullin e Musait alayhis salam, bijtë Israilit, se janë kënë një popull i prapt, pra, i mbrapsht. Allahu do i jepi begati ta kthejë me smirnjohje.
Allahu i çonte të dërguar pejgamber, ndërkohë që ata përveç që nuk i përfillnin në jetën ku edhe i vrisnin. Në anën tjetër e kemi një shembull prapë në surën e 1 të Bekarës të një simboli të monoteizmit, e që është Ibrahimi a.s. Çka mund me thëmë për lutjet e Ibrahimit a.s. që i përmend Allahu në Kur'an? Çish mund me marrë shembull për këtyre lutjeve? Ibrahimi a.s. vjen Kur'an si flamurtari dhe si nismëtari, po edhe si përfaqësuesi i monoteizmit, po shumë është rëndësishme me kuptua një fakt, që Ibrahimi a.s. ka qenë i mallënum tek mushrikët. Domethënë tek mushrikët e Mekës ka qenë i mallënum. Edhe qabja që e ka ndërtu ka qenë domethënë tek e cila janë atribuar ata dhe janë thirrë. Dhe kjo shpesh ndodh, një simbol i së mirës tek ai thirrën njerëz e padenj. Kjo ndodh si shpesh. Dhe nëse e kena konsideruar domethënë në surën Al-Baqara narrativën për Ibrahimin a.s. është narrativ për me ja rrëzue domethënë pretendimet mushrikëve të Mekës, që ju nuk jeni pasardhësit e denjtë të Ibrahimit a.s. se nuk mundesh me qenë pasardhës ku në veçantinë më të madhe të tij, që është besimi, ti nuk i ke trashëguar. Apo e dyta, ato dy tri lutjet që është, domethënë o Zot na e prano pasi e ka ndërtuar shtëpinë e shenjtë, pastaj na bëj të nënshtruar ndaj teje kështu me radhë. Me një forme i jepet mesazhi tash i thtarëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shpesh ndodh që kur flitet për shirkun, na nuk e gjejmë që narrativa na dedikohet neve. Ose për shembull kur flitet për mushrikët edhe për përcaktimin tek komuniteti i tyre, ndjejmë sikur na kena shpëtu. Po lutja e Ibrahimit a.s. edhe djalit vet Ismailit, pikërisht për m'ia pranuar Allahu veprën, pasi kanë bën një vepër madhështore që ajo vetëm me sinqeritet u bë që ka më nejtë ndaj në fund, apo? Edhe veç me sinqeritet u bë që është kibla muslimanëve. Edhe veç me sinqeritet u bë që aty bëhet tavafi, ekziston. Domethënë, pjesa e sinqeritetit është pjesa më e shpërfaqshme, po edhe te pejgamberi më i sinqert, më monoteist, më njëjësuesi Allahut, prapë ekziston lutja që o Zot pranoj. Dhe kjo është një edukim i Allahut subhanahu wa taala në fund të xhuzit, për me kuptuar që çat ndërtim fetash ka ki, pite imanin gajbe, namazet tutje. Domethënë nuk ka këtu hapësirë për një monoteist dhe për një muahid edhe për njëri tauhidit me i dhon vetes domethënë notat narta, ose mos me ndje rezultatin e veprës në saj të lutjes. Dhe kjo është një ikje që na kushton shpesh. Domethënë tu e perfekcionu veprën, shpresojmë tek vepra. Ndërka ndodh shpesh gabimtarët me ja te kalu ndonjëherë njerëzit më të përkushtuar, shkaku që gabimtari u lut më shumë, ndërkaq domethënë i përkushtuari e ka anashkalu domethënë në lutje. Edhe shpërblet Shekh Mirsin, gjithashtu edhe Shekh Vlerim. Pra, pak a shumë këto janë ato mësimet kryesore këtij xhuzi. Pra, ja nisëm këtë xhuz me Fatihan, e cila është surja më e madhe e Kuranit, edhe mesazhet e kësaj sure i pam që janë tepër të rëndësishme, tepër edukuese edhe tepër nevojshme për secilin prej neve. Pastaj e pam edhe kategorizimin e njerëzve që Allahu i Madhëruar e bën në kapitullin e Al-Baqara, pra surën Baqara, ku njerëz ndahen në besimtarë, jo besimtarë dhe hipokrita, apo ata njerëz të luhatshëm, qysh edhe pra i sqarut. Pastaj Allahu na thret monoteizëm, pra me shembull shumë praktik, përmendet gjithashtu krijimi i Ademit alayhis salam si një model ku njeriu rikthehet apo është i vetë përcaktuar për më rikthyer te Allahu i Madhëruar. Disa detaje për bejt e Israelit, Benu Israil, për cilat inshallah do të vazhdojmë edhe në xhuze tjera. Edhe në fund pra apo brenda këtij xhuzi përmendem pra dy prej pejgamberëve më të mëdhej që janë prej ulul azmit, pra prej pejgamberëve të vendosur, Ibrahimi edhe Musa alayhis salam. Kjo është e gjitha, inshallah vazhdojmë me pjesë tjera të Kuranit në mësime tjera. Sallallahu ala Muhammedin wa ala ali Muhammed walhamdulillahi rabbil alamin. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا